ky vendim është qesharak. Ende sot plagët më kullojnë gjak. Sot jem tu po shkatu edhe ndoshta edhe nga shqiptarët. E keqja e gjithë kësaj është mos përkraja e dëshmitarëve nga shteti. Unë nuk pajtohem me këtë vendim, ky vendim është qesharak. 12 vite bërgim t'i merr një kriminal ku me sytë e mi e pash në krim, tortura, i përjetova, ku ende sot plagët më kullojnë gjak. Domethënë është të merr. Unë nuk pajtohem me këtë vendim. Mu këta më kanë pushkatu serbë 2 herë. Sot jem tu pushkatu edhe ndoshta edhe nga shqiptarët, nga gjykatat. Domethënë unë nuk kam sigurim, nuk kam mbrojtje, për ditë kërcënona nga njerëzit që nuk ja donë të mirën Kosovës. Unë jeta ime ka qenë në rrezik disa herë, ku kam kërku mbrojtje nga prokurori, domethënë nuk mu ka ofru mbrojtje. Unë e vinë shpenzimet mia, me qindra herë kom marrë që 5 vite. Kom kërku për transport për dëshmitarë, nuk vinë dëshmitarë që janë maltretu gjatë viteve 90 deri në vitin 1999. Domethënë, këtu nuk pajtohem unë me këtë vendim, 12 vite bërgim është shumë pak. 12 vite bërgim, një kriminal luftë e mi morë, kja është çmenduri, nuk ka drejtësi, unë nuk shoh drejtësi. Nuk e di ku o drejtësia. Unë sa di vuj pasojat. Unë nuk e di që 27 vite që muj mi bo 5 minuta gjumë. Për shkak të dhimbjeve që i kam. Pavarësisht zgjatjes procesit, spakut ne 4 si dëshmitar për i 32-ve, që jemi të pakënaqur me vendimin, edhe pse kemi parasysh se ligjet e asaj kohë me të cilat është dënimi maksimal është 15 vite, kjo tregon se është vërtetu dënimi prej 12-ve që është bën shkallën e 2 pas ankesës avokatit këtij kriminalit Bajrović. Megjithatë, ne duhet të pajtohemi dhe duhet ta krijojmë besimin në gjykatat tona, as që ka para pa ligji, as që ka para pa gjykata dhe s'kemi çfarë të bëjmë. E keqja e gjithë kësaj është mos përkraja e dëshmitarëve nga shteti, mos interesimi i dëshmitarëve që të vinë pa marrë parasysh rrethonat me cilat ne jemi përballë, jo vetëm me shpenzime, po me të gjitha, në rastin konkret të Naimit si dëshmitar kryesor që përballet me shëndetin, me pasojat, me traumat psikologjike e gjithë të tjerat. Shpresojmë që drejtësia sa do me vonesë do të bie në vend,